Transparenca mbi pronësinë e platformave televizive përbën një ndër nenet kryesore të ligjit për mediat. Deputetja e Partisë Socialiste Iris Luarasi ka prezantuar këtë të premte në një takim me gazetar, punonjës të mediave, pedagog dhe përfaqësues të shoqërisë civile, ndryshimet e propozuara në ligjin për mediat audiovizive, ku parashikohet krijimi i një baze të dhënash kombëtare për ofruesit e shërbimeve mediatike, të cilat do të jenë lehtësisht të aksesueshme për të gjithë. Ne parashikon që AMA të sigurojë që ofruesi i shërbimit mediatik t'ju vërë marrësve të shërbimit në mënyrë të lehtë, në mënyrë të drejtë për drejtë dhe në mënyrë të përhershme, marrjen të paktën të informacionit bazë. Emri, adresa gjeografike, kontaktet elektronike dhe autoritetin mbikëqyrës kompetent. Përfaqësuesit në takim diskutuan detaje dhe propozuan të tjera ndryshime me qëllim rritjen e transparencës mbi financimin e mediave. Ligji për regjistrin e pronarëve përfitues thotë që deklarimi duhet të jetë tek individi, pra deri tek personi fizik, dhe ai ka dhe një parashikim aty që deklarimi bëhet vetëm për ata që kanë pronësi direkte ose indirekte, 25% ose më tepër. Kur të rishohim pjesën tjetër të paketës, ta kemi super të qartë që mos kemi një ndarje 25%, se nuk mendoj se do ishte logjike, përkundrazi, kur flasim për transparencë, transparenca është 100%, nuk është 75%. Në takim u kërkua që rekomandimet e propozuara të reflektohen në produktin final në ligjin për mediat audiovizive. Në momentin që ndryshimet shkojnë në komisione, do të duhet që komisionet të bëjnë konsultime publike për ndryshime ligjore. Deputetja Luarasi theksoi se ligji respekton të drejtat e privatësisë së pronarëve të mediave audiovizive, duke siguruar mbrojtjen e nevojshme për familjarët dhe personat e afërt.